Një prej qëllimeve pse u hap tuneli Llogaras ishte me shpresën që do gjenin ujë apo jo, që të mbushnin pishinat e Samirmanes me shok aty me një fjalë, po si përfundim nuk doli ujë nga i shkëmbi i madh aty dhe rrjedhimisht tani u marrin ujin si thua banorëve pikërisht të lumit Vlorës me një fjalë nga Kuçi e me radhë me një fjalë. Dhe për më tepër është pikërisht kjo që them me një fjalë që është ministra me më shumë pushtet, me më shumë fije të lidhura për të tërhequr, është ajo e cila praktikisht është edhe më e afta për të shantazhuar Edi Ramën nga pozita në cilën ndodhe, nga pushteti që ka marrë gradualisht dhe që realisht domethënë unë do doja shumë që Spagu të shkonte dhe t'i konfiskonte celularin dhe pastaj ta dëgjonin prapë Ramën të thoshte që mos guxoni të më kërkoni celularin me radhë dhe është prova e vërtet si thua për qeverinë e Edi Ramës mendoj. Unë e konsideroj si të pamundur që Belinda Balluku të përfundojë në burg ose në paraburgim dhe Edi Rama të vazhdojë të mbajë pushtet. Nuk e di nëse dëgjove sot që tha që ne tha nuk e lëm pushtetin po se futëm Shqipërinë në B. Po atëherë i bie që ky s'do ta fosim B që të zgjas pushtetin e tij, pavarësisht se gjithë bashkëndorët e vet mund të kenë në burg, po shpresoj që jo.